Kosova, Bosnia, të tëra kanë kënë bashkë, kërë ka bërë në luftër Serbi me Kosovën, gjajim ka e ku ka qamë janë në këmë ka vatën në Kosovë, ka bërë luftër. Pavarësisht asaj që ka nequr, dëshira e vetme është të shohë edhe një herë ato troje. Atjetër desi, atjetër varrosashë. Ky gur dhe kjo degulliri janë nga të shtëpis, ku lindi Rexhepia në Vrastov. Ata e solli e motra 2 vite më parë, dhe ajo refuzon t'i edhë, por i mban si gjën më të çmuar. Më vjen malë që shoh. Kam 2 vjetë këtë se hedhe i qelas në sësë, si që e por, e më këtë të shohë. Nga genocidi grek, që filloi më 27 qershor 1944. Mua më vran së pari gjyshin tim, Imam Muharrem Bollati, 82 vjeç. Mbas ti më vdiq gjyshja Ruhije, 72 vjeçe në burgun e Paramthis. Në xhamin e Paramthis më vran nënën time Betulla, 36 vjeçe. Më vran babain 52 vjeç, ne vranë të shkolla. E morën nga neve, e rëmbyen, edhe të nesmen i vranë të gjithë një 30 bura. Rrugës vranë vëllain e madh, Ferhatin, 13 vjeç, dhe nuk u varos në asnjë vend. Motra e vogël 2 vjeçe, Makbule, nga uria, nga sëmundjet, vdiq në burgun e Paramthis. Duke ardhur nga Qamëria në Shqipëri, vdiq Faruku 5 vjeçar. I kam jetuar gjithë ato krime që bëjnë në familjen time, po edhe në gjithë shqiptarët e Qamërisë nga genocidi grek. Në atë moshë që isha unë, 7 vjeç, kam parë të merret. Atë që kam jetuar dhe kam parë nuk më hiqet nga mendja. Unë bie të flej natën me mendje atje. Edhe kthien mëngjes, po me mendje atje. Presidenti ynë përkujtoi atë genocid të famshëm që e njeh gjithë bota kundër ebrejve. Evropa ka një ditë përkujtimore, dita e kujtesës. Si së kujtoj një herë qeveria shqiptare të bëjë një ditë kujtese për Qamërinë? Si së kujtoj një herë kryeministrat?